Bashkërenduesi kombëtar në zyrën e korporatës Sfidat e Mijëvjeçarit në Kosovë, Petrit Selimi, thotë se brenda qershorit Kosova do të nënshkruajë marrëveshjen me korporatën amerikane që do të mundsojë miliona dollar investime në vend. Në një intervistë me kolegen Rudina Dervishi, zoti Selimi flet për sektorët e identifikuar për investime dhe se lufta kundër korrupsionit ndonse e vështirë po shënon përparime. Tashmë është mbushur një vit nga themelimi i zyrës suaj për Sfidat e Mijëvjeçarit. Nëse do të bëni një bilans të punës tuaj njëvjeçare, çfarë do të veçanit? Mendoj se për një vjet u përfundua një cikël shumë intenziv i planifikimit të projekteve, fillimisht së bashku me palën amerikane, me Agjencionin Federal MCC, domethënë korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit, u identifikuan fushat e investimit që ishin energjia, ambienti dhe sundimi i ligjit, si pengesa kyçe për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik të Kosovës. Pastaj përsëri me metodologjinë amerikane të MCC-s filluan të identifikojnë projektet. Po presim që në qershor të këtij viti, pra për më pak se 2 muaj, të nënshkruhet marrëveshja ndërkombëtare midis qeverisë amerikane dhe qeverisë Kosovës, e cila do të mundson një nga programet më të mëdha të natyrës threshold që ka implementuar MCC ndokund në botë. Prandaj jemi shumë të gëzuar. E dini se puna donatorëve, edhe në Kosovë kemi pas eksperiencë me BE-n, ka njëherë 2-3 vjet shkojmë vetëm në planifikim. Kështu që për një vjet të arrijmë të identifikojmë fushat, të gjejmë projektet edhe të shkojmë në implementim tash në qershor, besoj që është një bilanc shumë i mirë. Po, përfshirja e Kosovës sigurisht është vlerësuar si një mundësi shumë e mirë në këtë korporat, pikërisht për të nxitur ekonominë dhe rrjedhimisht për të luftuar papunësinë, pastaj edhe varfërinë. Megjithatë, mendoni se ka Kosova kapacitetet absorbuese për një financim të tillë? Planifikimi i projekteve është bë në mënyrën që të identifikojmë partnerët që dëshmojnë kapacitet absorbuese. Ka pasur projekte të cilët kanë qenë ide të mira, ndoshta na kanë duk funksionale, po për shkak të mëdyshjeve se a mund Kosova të implementon, janë larguar nga kompleti projekteve. Prandaj kjo kornizë ku po shikojmë intervenimin në eficiencën energjetike, sidomos në nivelin e ekonomive familjare dhe ata më të varfëre, puna në shërbime digjitale në sundimin e ligjit apo kontrolli i ndotjes së ajrit. Këto janë projekte ku ka partnerë të dëshmuar, ku ka eksperiencë në Kosovë, edhe ku efektet janë imediate për ose ndryshimin e politikave në Kosovë, brenda Kosovës që do të përmirësonte ambientin e të bërit biznes, ose si efekt imediat në zbutje të varfërisë edhe në zhvillim ekonomik. Mendoj se korniza buxhetore që po shikojmë, që do të jetë disa dhjetra milion dollar për periudhën ashme 2 deri në 3 vjeçare, do të jep një injekcion të rëndësishëm edhe me kornizë inovative të implementimit. Nuk do të ketë shumë konsulenta të na mbajnë ligjërata dhe trajnime, sepse jemi mbi trajnuar. Në Kosovë, në Shqipëri, në Ballkan, tash shumë vjet nga mbar bota na kanë ardhur trajner, do të ketë më shumë para për projekte konkrete dhe vlera shtuar do të jetë se këto projekte do të mbesin në Kosovë dhe do të kenë efekt afatgjatë. Sigurisht në mesin e kritereve që duhet plotësoj Kosova për të përfituar nga korporata, për të vazhduar investimet nga korporata është forcimi i shtetit ligjor dhe lufta kundër korrupsionit, thëmbra e akilit në Kosovë dhe në shumë vende të Ballkanit. A keni ndroje se kjo do ta pengojë investimet e korporatës? Kosova në këto matjet e perceptimit të korrupsionit nuk mund të lavdërohet me rezultate të mëdha, të mira dhe pozitive, po është e qartë se këto 2-3 vjet e fundit në shumë sondazhe të tilla ka pasur progres. Si qeveri thuhet se ka pasur progres dhe tregon numrat e arrestimeve, numrat e rasteve të filluara, të përfunduara, ligjet e aprovuara, prokurimi elektronik i instaluar, po këto tash kanë filluar të kenë efekt edhe në sondazhet e perceptimit, si në matjet e Freedom House, ku Kosova si vjet pati një përparim dhe doli në kategorinë e shteteve me një demokraci më të konsoliduar se më herët, si në Transparency International, ku po ashtu pat progres këtë vit në aspektin me luftimin e korrupsionit. A jemi të kënaqur? Jo. A është populli i Kosovës ende i bindur me të drejtë apo pa të drejtë ndonjëherë se korrupsioni është top problem?
po, por në anën tjetër është edhe qartë se situata nuk është sot si ka qenë para 5 vjetëve apo para 10 vjetëve, edhe ky progres lejon shpresë që do të konsolidohet dhe do të jetë një tokë e pleshme që të punohet më shumë në sundimin e ligjit dhe investitorët pikëpari, sektori privat të ndihen të sigurt, të sjellin më shumë para në Kosovë, të investojnë dhe riinvestojnë ato para, duke mos u friguar nga ndonjë keq menaxhim në gjykata kosovare. Sa mund të ndikoj ndryshimi i administratës amerikane në ndihmën që do të përfitojë Kosova nga kjo korporat? Ne jemi kontakt vazhdueshëm me administratën e re. Vizita ime këtu, e cila ka qenë këshilluar edhe nga mësësia, ka qenë të kemi kontakt me Kongresin si në ana republikane edhe demokrate, dhe kemi pasur takime të shumta këtë javë. Është e qartë se mësësia është interesant në peizazhin politik amerikan, konsiderohet se një çikës më republikan. George W. Bush, presidenti, e ka themeluar, ka përkrahje nga Heritage Foundation, e cila është po ashtu një institucion konservativ në Amerikë. Prandaj në kontekstin e ndryshimeve ka pasur mjaft shkrime, mjaft analiza se MCC-ja ndoshta do të përdoret si shembull i administratës së re se si do të bëhet përdorimi i mjeteve për zhvillim apo për ndihmë shteteve tjera. Prandaj jemi të sigurt se duke marrë parasysh reputacionin e mirë që Kosova ka në Washington, reputacionin e mirë që MCC-ja ka në Washington, që të dyja të përputhen në agjendën e administratës së re, dhe prandaj po punojmë shumë shpejt që buxheti i cili tashmë është alokuar për Kosovën që nga viti i kaluar të implementohet sa më shpejt që në muajt e verës, pra brenda një periudhe shumë të shkurtër. Zoti Selimi, ju faleminderit për intervistën. Ju falenderoj shumë për ftesën, Rudina.